Ju falenderoj për këto 1489 ditë gjykim që është marrë deri në ditën e sodit. Gjykata edhe sot e kësaj dite e prolongon e shtyn për me marrë në pyetje një dëshmitar tjetër që u konë shumë e sakt, edhe u konë dëshmitar okulare në vramjen dhe masakrën e familjes Krasniqi që i ka bo. Shkojmë, presim tash gjykata dhe edhe sa kohë që shkon, pra janë 1489 ditë që jam në qëto punë, qëto dëshmi që jem të i dhonë. Shumë e pa nevojshme. Është marrë në pyetje, 3 herë është marrë Nuria Krasniqi për masakrën që ju kanë bo familjes Krasniqi, Morinc edhe të Shalanëve. 3 herë është marrë në pyetje. Herën e parë kur ka dëshmu, këta nuk ishin të gatshëm për me bo pyetje, kundër pyetje këta avokate Panderit, dërsa dytën dhe tretën herë u munëshin atje me gjithë spica ato. E sidomos fjala përfundimtare me 21 të mujt të martën e kalume, krejt, pik, pres, fjalit ngusht, zgjerume që e ka bo mbrojtësi i Panderit, tanat pa vërteta. Krejt pa vërteta. Jam i gatshëm në çdo kohë, në çdo moment që të ballafaqona me drejtësinë dhe vetëm drejtën. Një pik pres, derën, fjalë, që nuk jam i sakt, unë në burgun, së të di çka ato. Edhe rihapja e plagëve luftës. Po ç'është, a e pa të familjet atje. Të familjes edhe Morin, Krasniq, Husa ku të kokën këtu, Shala. Megjithatë, se është në fund çfarë vendimi presni që do të marrë gjykata dhe çfarë do duhet të merret? Presim që të jap dënimin e merituar, dënim maksimal.